Burja e prokurorisë përndaj është një gjë tepruar, edhe sepse thjesht është e mjaftueshme që opinioni publik me do. Tash po del për atje u dale për Krushën e Madhe, ky del për Dobrovën, ai tjetër del. Kështu që tash çka është me vlerë është që na kemi një referencë, kemi një libër referent, i cili ka gabime, cilat duhet u përmirësu, edhe duhet në të ardhmen mu plotësu. Një dokument i tillë duhet me ekzistu. Faleminderit Leo. Kësha dash me thonë që çka do të them tash, gjithmonë ka parasysh një gjë që është një temë jashtëzakonisht e nishme. Dhe me kujdesin më të madh mos me i lëndu njerëzit që kanë vujt, familjet e njerëzve që kanë humbur jetën, të masakruar, të vrarë, të burgosur e tjerë. Me thëmë, po kam të nevojshme për veten me përmend këtë gjë, për shkak se çka do të them, kam e pas shumë konsiderat që me urujt mos me lëndu asnjë frymë njeri që ka vujt. Kësha pas qef me fillu të pjesa e për hesapin tem disa sqarimet domosdoshme sa i takon kësaj çështje. E para, kur flasim për masakrën e Dubravës, termi i përdorur forca formacioni armatosën nuk e ka fjalën për njerëz që mbajnë armë. Mirë, po në dy listat që ka Natasha Kandiqi, në njënën është civil dhe ushtar, dy rubrika janë, civil dhe ushtar, kurse tjetri është civil dhe formacioni armatosur. Kur nuk është referenca që njerëzit që kanë qenë të burgosur kanë pas armë, kanë qenë në dy luftim. Mirë, po ideja është që kur janë arrestu, kanë qenë pjesëtarë të UÇK-s ose pjesëtarë të nxanur me armë. Si mashtrimi i serbëve në këtë rast? Tashti na nuk kem listë më precize dhe më komplete dhe më të saktë për numrin e viktima, për viktima se çka lista që ka bënë Natasha Kandiqi. Neve let na vjen keq boll. Po na nuk kemi listë më të mirë. Na mundë me gjetë pllaka kudo nëpër Kosovë ku thuhet janë vrarë 115 e 120. Po punë shkencore që dokumenton nuk ka bërë kurkush përveç Natasha Kandiqi. Dhe duhet me pranu këtë gjë. Neve mundet me ardhë rënë e keq. Po ç'kjo është e vërtetë. Mirë, po kontributi i saj është jashtëzakonshëm dhe është shumë i çmueshëm. Ndonë se s'ka rëndësi fare që është serbe, sepse kjo gjë është naive dhe banale ta mendosh, sepse është në rrafshët e drejtës njerëzore. Pra ka bënë një punë të jashtëzakonshme shumë mirë. Këtë që na se kemi bën. Tashti për mu kthy të kjo. A ka mujt me qenë termi, nocioni më preciz, për mos me lënë kur farë nën kuptueshmënie që e ka shkaktuar krejt këtë potër. Nëse më pyet mua, unë kisha thonë Zenit Zen, a mundesh me specifiku që të sen? A mundesh me specifiku që në momentin kur këta kanë qenë të arrestuar, kanë qenë pjesëtarë të UÇK-s. Dhe unë e mora librin, sepse unë e kam lexuar edhe librin. Dhe ekspozita ka qenë, si më thon ai, ekstrakti i kësaj vepre që e ka bë, me një punë shumë vjeçare. Dhe këtu, që më thon në fillim, të pjesa burgu Dubravës, unë nëse më lejoni po e lexoj vetë 3 rreshta. Thot, ndër të tjera, disa prej burgosurve në burgun e Dubravës ishin pjesëtarë të UÇK-s. Dhe disa të burgosur politik. Madje pasi filluan bombardimet prej NATO-s, disa të burgosur shqiptarë transferuan aty nga burgje të ndryshme. Ka edhe 2 momente tjera kur përmendet pjesa formacionet armatosura, sepse ky ka qenë nocioni që ka përdorur Natasha Kandiqi dhe Xeni në 3 reagimet që i ka bë përmes organizatës, përmes Facebookut, të rrjeteve sociale, e ka sqaruar që nuk është fjala për njerëz që mbajnë armë në dorë. Por kur e merr, si më thon, dhën gjithë ajo që ndodhi, manej nuk ka veshë, nuk ka mundësi për sqarime. Unë po tregoj çu shqendron në libër, çu e ka bën libër. Dhe një pjesë tjetër, po ashtu shpjegohet, çu prap Fondi për drejtën humanitare ka bërë një padi për disa persona, vishte gjej këtu, me 28 maj vitit. Jo, nuk i pengova, është temë shumë e ndjeshme dhe të shkaktuar. Është temë shumë e ndjeshme. Unë nuk shamuj me provuar. Nuk i shamuj. Ja, ta do të më nga trusonte. As nuk e kam mënë fjalën e vetë. Dërimi është për vetë që ka pas një qendrim tjetër në rrjetet sociale, ta respektojmë. Unë insistoj me kry fjalën sepse nuk e pengova kërkon. Nëse kam më ndërprer dikush shumë kam me vazhdim. Rregull, unë po citoj pjesë të rëndësishme se s'po e lexoj këtë librin se mesim tani këtu 3 ditë. Unë veç po e përmend një pjesë tjetër që është tepër e rëndësishme për diskutimin që jemi këtu të bëjmë. Jo pse po duan tash me lexu librin, se lexoj e kam lexuar të shtëpia këto. Tashti, te pjesa e
Mlejani Vistegjej këtë pjesën. Elon me shaj. Ka dale Brejler, çfarë po ngutësh? Minutat po ecën. Do të thonë, përmendet prej fondit këtu me 28 majt viti 2010 është ngrit kallëzim penal në prokurorinë për krime luftë në Serbi kundër 34 zyrtarëve të lartë të Ministrisë të Drejtësisë dhe të Ministrisë Punëve të Brendshme. Dhe këtu më poshtë vazhdon fjalia, këta persona u paditën për arsye se kanë planifikuar, organizuar, urdhëruar dhe pjesëmarrë në vrasjen e mbi 90 burgosur shqiptar të parmatosur. Vetëm të lutem. Të parmatosur. Fondi kjo pjesa Xheni tha nuk e ka thonë ato çka kena thonë. Po lejo, tash kjo pjesë tjetër. Kursem prit citimeve lidhe me ekspozitën për shkak se ajo vet doli tha nuk i ka kuptuar. Unë po tregoj çka ka thonë Shkelzeni në libër. Dhe unë po tregoj, po provoj mes sqaruçi termi, nocioni, informacioni i armatosur, cilën ka sqaruar Xheni, s'kam nevojë unë me sqaruar, ka sqaruar 3 herë, nuk ka të bëj dhe nuk ka pas kurrëherë të bëj me idenë që ata njerëz kanë qenë me armë në dorë. Okej. Që kjo është sqarimi i kësaj situate. Unë besoj që për temën ka çka thuhet edhe më tepër, sepse kjo është më thonë veç moja e icebergut, e cila si më thon ka kulmuar me një diçka që për mua është një prej gjëra më të mërshme në Kosovën e mas luftës. Që arrestohet njeriu, që prokuroria merr kompetenca me kape me lezu historinë. Me thonë, unë nuk e di tash, këtu Ministritë Familjes kim. Po më kujtojnë këto romane distopike që më kujtojnë ato ministritë të vërtetave. Ose me bon Josin Iran, Ministrinë e Moralit. Sakto shkë. Për gabime, për pasaksi, janë historiantë, jemi njerëz që diskutojmë e komunikojmë. Dhe po ke nevoja, edhe e gjykojmë sa të mundimi edhe në publik për gabimet që ka bëu dikush. Po që të shohet prokuroria me bastis, çka ka lyp, ka menu që gjen Serbinë në banesë Shkelzeni ta? Ka gjeti gjysë Serbia, Serbisë ka gjeti gjysë. Jo, nuk e ka gjetë, s'ka me gjetë. Ka gjeti gjysë dhe i ka dhe gjysën hala me thirrë. Shkelzen Gashi ka boni punë të jashtëzakonshme, diçka për cilën, si më thonë, mundet me e turpnu se cilin historian. A ka gabime, a ka lëshime, sigurisht do të ketë sikur secila vepër e secili njeri që ka marrë mundin me bë vepër. Mirë, po të kryqëzohet njeri, të linçohet, se nëse flasim për linçin, e ju të botës mediave dini këto më mirë se na tjerët. Të linçohet një njeri, të thuhet rrugëve të Prishtinës tradhtar, me lehtësinë më të padurueshme, edhe të çohet prokuroria speciale që urdhënon për ato grupet për krime të rënda dhe për terrorizëm ashka. Me bastis Shkelzen Gashin, pse kam përdorur fjalën informacioni armatosën, i cili ka mujt mu sqaru edhe ka mujt mu lezu reagimi i tij. Ka që thjesht. Sot njerëzit e mohojnë edhe Holokaustin dhe s'kan kërkush burg për atë punë. Jo, mua çicili do tani. Në Iran mundesh me përmend, ANBE nuk mundesh me përmend, me mohu në Austri, Itali, Gjermani, Britani. Iran është me vite burg. Mohimi i Holokaustit. Po çfarë deshta më ndërlidh te reagimi. Tash unë po kuptoj durimin që tash po munohen me nxjerr jo që të fakja ka huq, që ka huq. Po duhet me pas parasysh. Ti kish bërë që të ekspozit dikush, një person, qa po t'jene, që si shkon fort fyr publike a diçka.